Shënohen sot 35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha në qendër të Tiranës që solli për Shqipërinë një epokë të re. Kjo ishte një nga ngjarjet më të spikatura që ndikuan në rënien totale të regjimit komunist në Shqipëri. Më 20 shkurt 1991, dhjetra dhe mijëra qytetar u ngritën për të shembur simbolin e komunizmit, pak muaj pasi regjimi i vjetër që po jetonte ditët e fundit kishte lejuar pluralizmin politik. Rrëzimi i bustit të diktatorit u nxit nga greva e urisë ndërmarrë nga disa qindra student për të hequr universitetit emrin e tij. Në fakt, revolta popullore kishte nisur me protestat e studentëve në fund të dhjetorit për të shpërndarë më pas në çdo qytet të vendit. Busi u rrëzua në një kohë kur vendi ndodhej në një situatë të rënduar politike. Kishte vetëm 2 muaj që ishte themeluar Partia Demokratike dhe ishte shpallur dita e zgjedhjeve të para pluraliste në Shqipëri, më 31 mars 1991. 20 shkurt i caktuar si dita e kujtesës kombëtare për martirët dhe viktimat e regjimit komunist. Kjo shënoi dhe fundin e diktaturës në Shqipëri. Pamjet e atij momenti në sheshin Skënderbej kanë bërë xhiron e botës dhe vunë dhe njëherë Shqipërinë në fokus të zhvillimeve ndërkombëtare. Ndërkohë sot, më 20 shkurt, Partia Demokratike, partia më e madhe e opozitës në Shqipëri, ka thirrur një protestë të madhe. Ndërkohë Partia Demokratike sot, në 20 shkurt, partia më e madhe e opozitës shqiptare, ka thirrur protestën në Tiranë.